Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot, atë e falënderojmë dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë muslimanët që do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, Allahu dhe leshanu në Kur'an thot: "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu", I drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe I thot: "Thuaj, nga vdekja që ju pretendoni se mund të ikni, fa innahu mulaqikum", vdekja është ajo që ju ka plan, ju godet, dhe asesi, asnjëri nuk guxon të pretendon dhe të mendon se mundet me ikë. Unë do të flas sot për vdekjen e papritshme, edhe pse si fjalë nuk ka rregull, se nëse njeriu mendon që ka vdek pa pritma, se e ka gabim. Se secili prej nesh duhet mu përgatit me vdek. Se zatën vdekja nuk e dim se kur vjen. Edhe kur të bëjmë ka 70 vjet, prapë është e papritshme. Edhe kur të bëjmë 100 vjet, prapë është e papritshme, se kemi pas dëshirë me jetu 200. Edhe kur të vdesim 20 vjet, nuk është e papritshme. Edhe kur të vdesim 30, nuk është e papritshme. Edhe kur të vdesim 40, nuk është e papritshme, po është normale. Se Allahu dhe leshanu me mëshirën e vetë, me forcën e tij absolute, e din se kur neve na merr shpirti. Në ndërshëm vëllezër, pse na ndodh kjo neve si bisedë? Për shkak se e kemi harru vdekjen. Si e kemi harru vdekjen? Argëtimi nivel, neglizhencë e madhe, kundërshtim I asaj që është e vërtet, ashpërsi ndaj njëri tjetrit, mos flasim ndaj fesë dhe ndaj të drejtave që I jep feja për me jetu një jetë normale. A e kundërta e kësaj është asketizëm, devotshmëria, sjellja e mirë, adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Akthiru dhikra hadimul ladhat", përmendja shumë. Cilin me përmend? Një punë që mundet me na ndodh, edhe që ti prish krejt matematikat, edhe ta prish kënaqësinë. Cila është vdekja? Është për të habit, shembull vdes dikush edhe atje ti e lexon, vdiq filani para kohe. A nuk ka turp për një musliman kështu të thota? Tash unë e di dhimbjen e tij, unë e kuptoj dhimbjen. Këtu kemi xhamat që I njoh mirë, që ju kanë vdek fëmijët e vegjël e trije. E tash para mendoje edhe ne si musliman me thonë vdiq para kohe. Çka I vjen kjo? Se shpirti ja pas ka marrë dikush tjetër e jo Zoti. Kur themi ka vdek dikush para kohe, atëherë vjen dikush ja pas ka marrë shpirtin, a Zoti jo. Nuk ka vdekje para kohe dhe pas kohe. Plus si vdiq në të gjuhën e popullit ton, çap rap. Ose atë tjetën tap rap, s'ka tap rap. As çap rap nuk ka. Ka se melekul mauti ka ardhur e ka marrë. Po këtë në varet ndese me të pregaditur me kuptu këtë. Këtu o problemi. Si një njeri që ka vdek, inshallah Allah e mëshiron dhe e qonë në xhenet. Ne tjertë si do të gjindemi, si do të ndihmojmë atë, si do të ndihmojmë fëmijët e tij, si do kur shkojmë me pa, çka kena me I thonë. Këtu o problemi, se njeriu nuk vdes as njëherë, as para kohe, as pas kohe. Po vdes se Allahu dhe leshon e ka vendos me vdek. Të ndershëm vëllezër, vdekja ka një argument se mundet me ndodh, për shembull nesër. Ja. Mirë. A ka pas vdekje sikur tash që I quajmë të prapritshme? Edhe më herët po, sa dush. Mirë po ma pak kanë qenë, tash janë shtu. Se është për argumenteve se është afru dita e Kiametit vdekja pa ndonjë
simptom të smundjes së rand. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam min iqtirabi sa'a, nga argumentet se është afruar dita e gjykimit, thot an yadhhara mautul faj'a, do të vdesin njerëzit pa ndonjë sebeb dhe shkak të madh. Mirë. Edhe më herët ka qenë mirë, po teknika, teknologjia, zhvillimi industrial e ka sjell vdekjen më shumë të njerëzve. Edhe pse kjo nuk ndodh, pse ke hip në veturë ose s'ke hip në veturë. Kjo ndodh se Allah e ka caktuar me vdek. Mirë, po jam duke fol për shkaqet dhe sebebet. Përpara s'kemi pas aeroplana, s'kemi pas autobusa, s'kemi pas vetura, s'kemi pas atë. Mirë, po prap ka pas vdekje. Për shembull, një prej dietarëve ka qenë i semur para vdekjes, edhe ka shku njëri i thot, o, i nderuar, devja e halifës të kam bit djalin. Devja e ka shkel, i ka ra, e kam bit, në vend. A në kjo vdekje me paramendim, apo paramendim? Vdekje e papritur. Kështu, për shembull, kur e kemi dika është i semur, filozofia jonë e njerëzve është se ka mundësi me vdek. Mirë, po kur des dikush që s'ka asnjë sëmundje, ne mendojmë që valla s'u dashme me vdek, po që pse vdiq? Jo vëllezër, ne musliman duhet ndryshe me fillu me mendu. Duhet me mendu që vdekja mund na kaplojë turon sejdë. E inshallah vdesim mirë. Këtu a puna me vdek mirë. Se për një ditë kina me vdek, e pritur e papritur kina me vdek të gjithë. E përmendat gjumon e kaluar. Nëse sot jemi 8 miliard, mas 100 vjetë dhe 8 miliard tjerë njerës kanë me qenë. Në asë njës kina me qenë. Puna o qka kina me bon ne, kur dalin para Zotit. Edhe me qka fëmijët e tanë kanë mumbur me ne. Këtë matematike dhe këtë biset duhet me bondën më të vejtë. Mjetet moderne të transportit, ashtu janë, të ashtu për shembull, rëzohet një aeroplanat që me njëherë vdesin 170 vetë, 200, 500. Më të vërtet, kështu në filozofin tonë vdekje e papritur. Pa a ka ndodhë që ka ra aeroplani e dikush ka mbet gjallë. Ka ndodhë. Dhe më thënë argument i qartë nga Allahu subhanahu wa taala, se njerëzit në filozofin tonë është e papritur. Mirë po të Allahu dhe leshanu është e shkruar, edhe në duhet me qenë të pregaditur, aq bukur dhe mirë që mi thënë, o Zot, kur e ke shkru me ardhme në marë shpirtin, nuk ka problem se jemi gati. Të ndërshëm vëllezër, el abdul mu'minu, pejgamberi sa më thot, muslimani i mirë, besimtar, kur vdes, ai rahatohet. Largohet nga kjo dunjë e gajleve, problemeve, fitneve, fesadit, ndërsa ai i keqi kur vdes, rahatohen njerëzit nga ai. Kështu ka thonë Islam. Bita bim punën në kur të vdesim, mos rahatohen tjerët. Po të bëjnë dua për ne. Se kena me vdek, vdekje pritur ose pa pritur. Mirë po të bëjnë dua, njerëzit thonë, oh, sa na ke ndihmu, e se kena nevoj për ti. E jo thonë, elhamdulillah që vdiq. Se shumë problem kena pas për jetë. Tash për me vdek, kena me vdek, a më varet se njerëzit tjerë, qëfar doajnë, qëfar lutje kanë me bon për ne. Edhe për në fund edhe një ajet, mos ta zgjas. Shumë Allahu dhe Leshanu thotë, "Walejset it-taube", nuk është pendimi për atë i cili lilladhine ya'maluna as-sayyi'at, bën vepra të liga, hatta idha hadara ahaduhumul maut, derisa atyre t'ju vjen vdekja, qale inni tubtu al-an. Para se me vdek thot, o Zot, unë u pendova tash, vazhdon Allahu thot, "Walladhine yamutuna wa hum kuffar", edhe për ata që janë jo besimtar. "Ulaika a'tadna lahum adhaban elima", pendimi i tyre nuk pranohet. Mos e bim punën në duke na dal shpirti këto, a do me thonë o Zot, se shumë ajete ka argumente se njerëzit para se me vdek, njëri thot kisha qenë kështu e kisha qenë kështu. Kena mundësi me qenë. Mundësinë Allahu secili ka dhënë. Me tregu veten edhe në vepra të mira. Edhe mundësinë ende e kemi.
po shoqëri ju trit. Nëse pretendoni se nuk dini gabima, ma shumë se ju askush nuk di. Dituri keni, të mira keni, të gjitha të mirat Allahu ja ka dhënë. Ama musliman lëkim edhe patriotizmin tregoni aty ku duhet. E jo me i keq përdor në situata kur kena nevojë ne, ajt sot bëna pak ma shqiptare, të bëna pak musliman. Jo, kjo duhet me qenë për ditë e për natë, derisa Allahu xhaleshanu na merr shpirtin. Të ndershëm vëllezër, edhe lutjen e fundit për sot, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik, o Allah, më mbroj nga të mirat, më mbroj që mos të më marrin të mirat që Allah mi ka dhënë. Donjëherë kena të mira o vëllezër, por nuk ja dim bereqetin, edhe kur na merr Allah atëri vallahi sa mu ka dash kjo. E po ti e patë nuk e shfrytëzove. Wa tahawul afiyatik, o Allah mos ma merr shëndetin edhe mëshirën tënde mos e largon nga unë. Wa fuj'ata naqmatik, edhe pregaditëm për punë që mundën me ndodhë rastësisht edhe papritur. Wa jamiu sakhatik, edhe më largo ose më mbroj nga zemrimi it. Inshallah Allah nuk zemrohet ne. Se çka mi të bënë njerëzit në tash kohën e fundit, krejt ligjet e Kuranit po du me i thi. Sa më të folë veç për ne, 100 vete, 500 vete, në përgjithësi. Wallahi, Allahu aq, durimtar dhe sabërli edhe njeriu nuk e shkatron. Se njeriu çka është duke bon, e meriton mos me jetu në këtë botë. Kjo e hakja dhe e vërteta. Çka janë të bon njeriu aq zullum edhe aq padrejsi, i ka dal njeriu mbi, tash edhe me Allahun do të lufton, ama Allahun nuk mundesh me fitu. Të ndërshëm vëllezër, pregadituni për me vdek, kështu shqip, pa politik, se nuk na dihet momenti kur kena me dorëzu shpirtin Allahut. Edhe bëni dua, o Allah, në qoftë se ke vendosur me më marr shpirtin, merr ma me iman. Se me ditë kena me vdek, po të vdesim një vdekje të mirë. Inshallah Allah na uzon edhe të gjithë së bashku në xhenet nason. Barakallahu lana wa lakum fi al-Qur'an al-azim wa nafa'na wa iyyakum min adh-dhikr al-hakim wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المجاهدين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.